Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, qojmë salavat e selam e pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, po vazhdojmë me dersën e radhës. Edhe sot do të flasim për delegacionet, pra ashtu që kemi sqaru javën e kaluar, kemi folë se vërtet viti i 9 është viti i 9 i hijretit, pra ishte viti i delegacioneve. Në termat e sot mund ta quajmë vit me intensitet diplomatik, në kuptimin se vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas takime të veçanta edhe takime me palë të ndryshme gjatë tërë kohës, mirë po viti 9 ka qenë ai intensifikimi më i madh, edhe i kemi përmend javën e kaluar disa nga delegacionet me të cilët është taku, 5 prej tyre i kemi përfunduar, janë edhe disa, kemi thonë që faktikisht përshkruesit e sirës tregojnë mbi 115 delegacione që kanë ardhur. Jo detyrimisht që kemi sqaruar në këtë vit, pra në vitin e 9, për arsye se ardhja e grupeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe diskutimi edhe pranimi i islamit apo edhe për çështje të ndryshme ka filluar prej vitit 5. Mirë po viti 9 është ai kur është bë më i veçantë edhe më shumë ti ka pas delegacione, prandaj edhe kështu është njoft. 5 i kemi kryer javën e kaluar, pra në dersën e kaluar mundeni t'i përcjellni aty, i kemi përmend të gjitha, edhe sot do t'i përmendim disa, pra nuk do t'i shtjellojmë të gjithë, sa për korreksi janë disa prej tyre që janë përmend vetëm si emra, si fise që kanë ardhur, nuk kem shumë detaje për ta, por ashtu që kemi përmend edhe javën e kaluar, synimi i përmendjes apo të disa delegacioneve dhe takimeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me ta është që të përfitojmë në mënyrën e raportit edhe sjelljes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me ta, edhe në përfitimin e mësimeve të cilat nxirren, për arsye se edhe çështje fetare janë diskutuar aty në ato takime që ne kemi dobi t'i dimë se çysh ka qenë qasja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam rreth atyre gjërave që kanë kërkuar ata t'i diskutojnë para se me pranu islamin. Delegacioni i radhës është delegacioni i Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Javën e kaluar kemi folur për një person që ka qenë Amir ibn Tufail as-Sa'sa, që kanë qenë tendencat e tyre jo të mira në atë vizitë dhe kanë tentuar me bë atentat Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe kemi përmend se çfarë ka përfunduar, çka ka ndodhur me ta, kurse ky delegacion është delegacioni Tufail ibn Amr. Ai Amir ibn Tufail, ki Tufail ibn Amr, përzihet në histori edhe në përmendje kur përmendet ka pra disa e përzin, pra ka të bëjmë me 2 persona. Tufail ibn Amr ad-Dawsi është prej Jemenit. Jemeni, e keni parasysh atë kohë, ka qenë ma i zhvilluar si vend se sa Hijazi në përgjithësi. Prandaj ka pas fiset e ndryshme, faktikisht një numër i konsiderueshëm i delegacioneve kanë ardhur nga fiset e Jemenit. Historia e tij e kemi përmend në fillim të islamit, në vitin e 4 apo 3 të hijretit. Ky Tufail ibn Amri ka ardhur në Medinë, në Mekë, kur ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ato situatat më të vështira të davetit, dhe ky ka ardhur, ka qenë pagan, edhe ka ardhur në Mekë për tregti edhe për umrën që kanë pas ata me bë, edhe idhujtarët kanë bë vizitë Çabën, edhe kur ka ardhur, kur është fut në Mekë, gjëja e parë është që kur është taku me parinë e Mekës, e kanë friksu edhe i kanë thonë që ke kujdes se është një njeri prej tonëve që është duke pretendu gjëra që kur si kemi dëgju, ai është magjistar, ai është njeri rrezikshëm, mundet nëse ti dëgjon prej tij me të bë magji edhe ti me i shku mrapa. Prandaj edhe e kanë friksu, edhe çka ka bë ky Tufail ibn Amri, ka marrë pambuk edhe ka vendosur në veshin e tij, në vesht e tij, edhe ka shku
afër Qabës edhe ju është afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, edhe një ditë e dy, ashtu duke vepru, nalën vetë thot, po ka dalë, unë jam njeri i mençur, njeri që logjikoj, edhe ka qenë i pari i fisit, edhe ka qenë orator, pra një njeri që ishte i respektum, thot unë shumë jam të ra poshtë me pas kësi frike ndaj njerëzve që do të folin me mu. Pra ndaj edhe vendos mi hjek ato edhe me shku të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe me komuniku direkt me të. Pra pasi që e kaloj atë fobin, atë frikën që ja kanë bërë në fillim, edhe o kthjell edhe kur ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka këndu disa vargje nga Kurani. Thuhet se ja ka këndu kul huwallahun, qul a'udhu bi rabbil falaq edhe qul a'udhu bi rabbin nas. Çto sure, 3 suret ja ka këndu, jo diçka tjetër. Edhe këtu kaq ka pas nevojë. Edhe ka pranu islamin. O bab musliman në takimin e parë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o dërguar Zotit, më ka thonë jam i pari i fisit tem. Kur kthehna te fisi jam, kam qef edhe ata me mgu, prandaj bë dua që Allah mi udhëzu fisin tem. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë dua, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. O Allah, udhëzaje dausin edhe bëj që ata të vinë tek unë. Që kjo dua, Allahumma hdi dausan, ka transmetim. A e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë takim, apo e ka thonë ma vonë kur ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Tufejli, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pa hijret në Medinë. Pra nuk është shumë e qartë, po ajo çfarë nënkuptohet që këtë dua e ka thonë kur ka shku në Medinë, jo tash. Po sidoqoftë ka prej transmetuesve kanë përmend në këtë rast. Po ky e pranon islamin, kthehet tek familja vet, te fisi vet, edhe fisi vet një shumicë e madhe e pranojnë islam, banë musliman, edhe vinë edhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vërtetësohet gjendja në Mekë. Pra pasi që i vdes Khatijja, pasi i vdes agja i tij Abu Talibi, e keni parasysh ato ballafaqime që i ka pas Tufejl ibn Amri vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë o i dërguar Zot, hajde te unë në vendlinjen te fisi jam se unë të mbroj ty. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk heziton, nuk shkon. Dhe këtu është një urtësi që duhet ta përmendim faktin se veprimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë qenë veprime ashtu, hajt po e bëj këtë apo po e bëj atë, po kanë qenë do thotë në rekomandim me atë çfarë i është shpallur nga Allahu i Madhreshëm. E Zoti i Madhreshëm sikurse e përgatiste Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që ta bëj hijretin për në Medinë, edhe pse kur ja ka bë këtë ofertë Tufejli edhe këtë kërkesë, nuk ka qenë opsion Medineja ende. Pra, ende nuk ka qenë si opsion për me shku. Po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas një lloj hezitimi edhe nuk ka shku. Ka thonë jo, do të qëndroj këtu, me gjithë ato vështërsi, edhe ka qëndru në Mekë. Pastaj, ky ka ndajt në vendlinjen e tij, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bë hijretin, ka qëndru, thuhet se në kohën e Khajberit, në këtë kohë ka ardhur delegacioni i Dausit te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam së bashku me pothuajse krejt fisi i tij, edhe kanë ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me pranu islamin. Edhe Tufejli ibn Amr ad-Dausi ka qëndruar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk është kthy. Ka qëndruar edhe ka bë hijret, e konsiderohet për njerëzve që e ka bë hijretin. Dhe pra ka heq dorë edhe nga udhëheqja fisit vet në vendlindje, pra ka ardhur me shoqëru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe me qëndru me të. Dhe ka marrë pjesë në betejat e Muhamedit së bashku me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të gjitha pas Khajberit, ka ra dëshmor mas Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në luftën kundër Musailama al-Kadhabit. Do ta sqarojmë këtë një mashtrues që ka dalë mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është zhvilluar një betejë, aty ka ra shahid. Ajo që ka përmendet në lidhje me këtë fisin e Daus, edhe prej veprave të mira të këtij njeriu, krahas këtyre gjërave që i përmendëm pak më herët, është edhe një gjë shumë të veçantë, është se prej fisit të tij ishte kush? Ebu Hurajra, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi. Kështu e ka pas emrin Ebu Hurajra. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi, ky ka qenë prej fisit të Tufejl. Faktikisht
Nëpërmjet Tufailit e ka pranuar Islamin Ebu Hurera, edhe kur ka ardhur në Khaybar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka ardhur Ebu Hurera me të. Edhe Ebu Hurera pastaj, edhe pse me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam qëndron 2 vite ashtu parafërsisht, është një prej atyre persona apo personi që më shumë ka transmetuar hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra i pari në listë është Ebu Hurera. Edhe pse koha e qëndrimit është shumë e shkurtë. Pse? Aje e tregon vetë, thot, arsyeja ka qenë se thot prej momentit që ku marrë në Medine, unë as jam marrë me tregti, as jam marrë me martesë, as familje, as kur që veç ka nejt Medine, edhe në shoqëri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë gjatë tërë kohës, intensiteti i tij, kjo ka qenë. Vetëm i ka shku mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe prej sahabeve ka përfitu, edhe për çata edhe ka arrit gradën, pastaj edhe ka qenë prej transmetuesve më të mëdhej të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse po e përmendim këtë? Edhe ku është dobia me këshyr qartë krejt ajo vepra që e ka ba Ebu Hurera, edhe islami i tij, edhe përcjellja e tij hadithe, edhe vepra e tij i atribuohet edhe kujt? Tufailit. Për arsye se kjo po sebeb. Prandaj njeri kur nuk bën me nënvlerësu asnjë vepër, se ka mundësi të e bën shumë e thjesht, një fjalë ja thu dikujna, po i nashte ai bëhet më i mirë se ti, edhe çdo vepër që e bën ai, pastaj të atribuohet ty do thotë si vepër e mirë. Prandaj mos e nënvlerësoni asnjë, për çata dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë wala tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, mos e nënvlerëson prej veprave të mira asnjë sen. Çka ki mundësi me bë, mos thuaj hajde se kjo sa kur gjë. Po bëne, se ka mundësi çajo me kon sebeb, edhe ty më të ngrit gradat nalta tek Allahu i Madhërisëm. Edhe kjo na mëson edhe nga kjo ngjarje e Tufailit, pra e ka pru këtë njeri, edhe ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe çdo vepër, çdo hadith që ka transmetuar, çdo gjë që ka bë Ebu Hurera i atribuohet edhe Tufail ad-Dawsit. Prandaj kjo është shkaku edhe pse e kemi përmend ngjarjen e këtij sahabiu, edhe pra ky është fisi që njihet, që kanë qenë shumë i afërt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe faktikisht edhe është realizu kjo duaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, o Allah udhëzoje Dawsin edhe bëj ata që të vinë tek unë, kanarët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të gjithë e kanë pranuar islamin edhe janë bën njerëz të mirë. Ky ishte delegacioni i parë, respektivisht i 6 në krahasim me javën e kaluar. Delegacioni i dytë apo i 7 është delegacioni i Banu Tamim. Kështu njihet, Banu Tamim është një nga fiset më të veçanta të arabëve, për arsye se konsiderohen ajo, që është me thonë, arabët janë disa kategori, këto janë ajo baza që linjen e prej ardhes e kanë tek Ibrahimi a.s. Pra dihet qartë që kush që janë pas ardhësit e Ibrahimit a.s. Këta, Banu Tamimi. Pra ashtu një, do thot janë do thot prej, më falë, unë thash Ibrahimi a.s. Po këtu është për qëllim do thot prej ardhen prej arabëve të vërtet, do thot arabë që e kanë do thot se arabët janë 2 kategori, janë arabë që e kanë do thot linjen e pastër prej fiseve arabe, dhe arabë që faktikisht janë pasardhësit e Ismailit a.s. që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe të tjerët. Ky i takon fisit tjetër, pra grupi tjetër, jo grupi të parë, se e përziva në trajtim. Pra janë prej arabëve që njihen do thot me prej ardhe me linje të qartë do thot të arabëve, dhe janë njoft në histori edhe në para jahiliet, do thot para islamit, në kohën e jahilietit, me letërsi dhe me poezi, oratori e kështu me radhë, po gjithashtu edhe me vrazhdësi. Kanë pas një farë vrazhdësie në natyrën e tyre, për arsye shumica e tyre kanë qenë beduin. Edhe për shkak edhe po e përmendim se sjellja e tyre ka qenë pak kur kanë ardhur jo etike. Kur kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe janë fut në Medinë, ka qenë koha e para drekës. Domthon namazi i drekës, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pushu para drekës. Para namazit drekës ka pushu, për arsye se janë çu herët mëngjes, e kanë falë namazin sabahun, janë marrë me aktivitete ndryshme, pastaj para drekës, kur ka qenë ai zhegu i madh, kanë pushu pak. Edhe kjo është prej sunetit, i thonë qailule, është do thotë që e koha e pushimit para drekës. Tek ne e bëjmë kryesisht mas dreke, mirë po në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë para namazit drekës, e kanë pushu pak.
Edhe kur ka thirr ezani, sahabët e kanë prit me dal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pe shtëpisë edhe me fal namazin e drekës, po këta kanë prit edhe nuk kanë mujt me prit. E keni parasysh prej natyrës tyre të vrasësisë, edhe kanë filluar me thirr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe me zot nalt, edhe me thon o Muhammed dil se po dojna me fol me ty, edhe po dojna me bisedu me ty edhe me i sqaru do sene, edhe Allah i madhreshëm këta njerëz i qorton. Edhe në surën Hujurat, ajeti 4 dhe 5, i qorton edhe thot innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun, përkthimi thot vërtet ata të cilët të kanë thirr ty apo po të thirrin ty pas dhomave, domthonë kanë ardhur tek dhomat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku ka pushu, aty do thotë e kanë thirr, po thotë vërtet shumica e tyre janë njerëz që nuk janë domosdoshmë shumë të mençur, nuk janë shumë logjikus. Pra nuk i përgjithëson të gjithë ata, për arsye se ka pas edhe pe tyre njerëz që janë pak ma të mendje preht edhe ma të mençur edhe ma të... Po, në përgjithësi, njerëz do thotë vrasht edhe s'kan pas edep edhe e kanë ba këtë vepër, walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhi lakana khayran lahum, po thotë Allah i madhreshëm, ata po të duronin edhe të prisnin derisa ti të dilsh para tyre, kjo do të ishte më mirë për të, pra një lloj qortimi për ta. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka qortu, edhe kjo ka qenë karakteristikë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, pavarësisht kush i ka ardhur prej delegacioneve. A ka qenë me tan armisi më të madhe, ashtu që do të kuptojmë pak më vonë, apo i kanë njoft, apo si kanë njoft, apo kanë bën ndonjë veprim jo të hijshëm, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur nuk ka bën ndonjë gjë që ti nënçmoj apo ti qortoj apo ti këshilloj me tron. Jo, domthonë ka qenë shumë. E këtu i ka qortu Allahu i madhreshëm me Kur'an, se kjo veprim çfarë kanë bë, atë nuk është respekt, edhe nuk është do thotë sjellje e mirë që e kanë bë ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Megjithatë, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ju del atyre edhe i takon edhe i thonë o Muhammed, dhe kjo është ajo krenimi i tyre. Për arsye se ata janë shquar qysh me poezi dhe oratori dhe kanë dashur me tregu që na nuk jem njerëz thjesht, na jem njerëz me za, fisi jon do thotë është me za, fjalët e tona do thotë shkojnë, kanë ndikim në krejt syjedhesën e Arabisë, poet tonë janë të njohur, edhe i kanë thonë o Muhammed, dije që na kun e livdojmë, ai është i lavdrum tek njerëzit. Edhe kun na e qortojmë apo folim keq e nënçmojmë, ai është i nënçmuar te njerëz. Do thotë me një fjala jon ka peshë, edhe gjuha jon, oratoria jon e bën që kun të livdojmë njerëzit me dasht edhe me vlerësu, e kun të nënçmojmë gjithashtu njerëzit tjerë mos me dasht edhe me nënçmu. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur takohet me të, thot vërtet lavdrimi edhe qortimi që ka peshë është ajo që e bën Allahu. Kurse njerëzit lavdrojnë, qortojnë, nuk ka shumë punë e madhe, apo se mundet njëri në një situatë me të lavdru, në një situatë tjetër kur si bën mirë, kur ti bën mirë të lavdron, kur si bën mirë të shon, pra nuk është ndaj kanar që realisht matë njerëzit, po kanar që matë njerëzit është me lavdru Allahu, me të përmend Allahu, edhe Allahu do thot me të qortu, kjo është do thot ajo çka është e keqe. Prandaj ka thot ju mundeni me pretendu këtë, po esenca e kësaj është do thot e Zotit. Zoti kur ne lavdron, ai është i lavdruar, edhe Zoti kur ne nënçmon, ai është i nënçmuar. Dhe kështu ja u kthen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj ata i thonë, thot oj dërgumi Zotit, kena ardhur me shiku se çfarë oratorie kem, edhe çfarë poet kem, edhe çysh dim na me formulu. Domthon tash njeri kur ka para vetes diçka, a e ki parasysh don me kallëzu ku është i aft, apo ja ke pa edhe mjeku edhe ai kur është në një sen i Zotit, që e dëshmon veten, apo edhe këta që aty në konë Zotin, në oratori edhe në poezi. Edhe kanë thonë dojmë, edhe pejgamberi sa më ka thonë, nuk është do thotë diçka që poezia është qaq e vlefshme ose diçka, po thotë hajtë ta shohim çka keni. Edhe del i pari i tyne edhe përpilon poezi, se përparësia e tyre ka qenë që poezit i kanë përpilu qatu për qatu. Nuk është që i kanë shkrujtë, i kanë redaktue, pastaj mi lexu dikush e tani. Jo, ata, aftësia e tyne ka qenë aty për aty me thurë vargje.
Që kjo ka qenë ajo përparësia edhe mendjepresia e tyne. Domthonjë që aty për që aty me thurë vargje, jo mi përgatiti pastaj mi thonë ato, po në atë moment. Edhe qohet i pari i tyne edhe thot poezi, pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot e thirrkun Hasan ibn Thabit, që ka qenë poeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot kthejau, jo në kuptimin e keq, po do thot thurr edhe ti njëjtë sikur ashtu që si kanë thurr ata, edhe tha Hasan ibn Thabiti, poeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e bën të njëjtën, edhe ata ma gjepsen nga kjo, pra është një farë bisede që është bënë mes tyre, edhe në fund ata e pranojnë islamin, bënë musliman, krejt fisi, pra i nënshtrohen edhe islamit edhe i dorëzohen edhe bëhen musliman, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i respekton, ju jep atyre dhurata, dhe kjo ka qenë ajo një dallim apo një vepër që e ka bërë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, zakonisht njerëzve që kanë ardhur e kanë pa i ka lëshu me dhurata, do thotë ju ka dhënë dhurata. Çka ka pas, kush çka ka mujt, do thotë ju ka dhënë dhurata. Edhe këtyne ju ka dhënë secilit. Derisa ka thonë, a ka mbet dikush për juve që s'ka marrë, e kanë lënë këta një shërbëtor apo një që është pak më i thjeshtë në mesin e tyre, ka thonë filani është me neve, e ka thira ata, edhe ati ka thonë njëjtë. Edhe tash këta kanë qenë pak ju halen në gjahiljet edhe nuk ju ka pëlqy se ata nuk e kanë shiku që është pak i nivelit këtyne, se këta kanë qenë paria, i ka qenë pak nashti jo në i fis, edhe nuk ju ka pëlqy pse ati mi dhonë njëjtë si këti. Edhe i kanë ngrit zanat, edhe kanë thonë valla ky se meritën, mi dhonë qashtu që i ke dhonë, edhe për këtë shkak edhe zbret ajeti ja juhelledina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Domthon ajo që ajeti që ka ndaluar ngritjen e zërit para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka qortu edhe këtu Allahu i madhreshëm që nuk bën para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me ngrit zanin edhe musil në një sjellje jo të mirë, edhe ky është ajeti që faktikisht mas këtij ajeti shumë prej sahabeve, edhe pse kanë pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në nivelin më të lartë në respektit, megjithatë janë friksuar që mos pikap që ky dënim. Pra që ky qortim mos pikap, prandaj edhe ka prej tyre që me ditë nuk kanë dalë para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga frika që mos i ka kap edhe ata që ky qortim që i ka qortu Allahu i madhreshëm këta njerëz. Pra ky është fisi Benu Temim, fisi tjetër që gjithashtu kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është delegacioni i Wa'il ibn Hujr. Wa'il ibn Hujr është një prej sahabëve që njihet që i ka disa hadithe që i ka transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrën e faljes së namazit e kështu me radhë. Ky ka qenë prej Hadramaut. Hadramaut është gjithashtu një qytet në Yemen që thash edhe pak më herët, Jemeni ka qenë më i zhvilluar. Për dallim nga Hijazi, krahina e Hijazit, pjesa e Yemenit, arabët kanë qenë civilizuar, prej tyre ka pas edhe krishter, ka pas edhe politeist, po gjithashtu kanë qenë më të zhvilluar. Dhe kanë histori shumë të lashtë. Para islamit kanë histori shumë të lashtë, kanë perandori e kështu me radhë, pra njihen. E ky kultura e jemenazve ka qenë kulturë që kanë pas mbretër. Kemi përmend disa herë që arabët e Hijazit nuk kanë pas mbretër. Edhe në përgjithësi arabët nuk kanë pas mbretër, kanë pas udhëhes fisev, se cili fis e ka pas udhëhesin e vet, ka qenë i respektuar, i nderuar, ka pas raste që një fis ka pas disa kryetar të fisit, ata ma të vjetrit e të ma të respektuar, po kështu ka qenë jeta shoqërore. Kurse tek jemenasit, arabët e Jemenit kanë qenë në stilin e mbretërve të vegjël, se cili fis është quajtur, do thotë ai udhëhesi i fisit është quajtur mbret. Wa'il ibn Hujr ka qenë prej familjes mbretërore. Edhe për që ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para se me ardhë Wa'il, ka paralajmëruar, ka thonë do t'ju vjen pas një kohe një person që do t'jetë, që është mbetja e bijve të mbretërve. Mbetja e bijve të mbretërve. Me një fjalë, është do thotë gjak mbretëror, njëri që ka trashëgimi mbretërore. Kështu e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para se me ardhë. Kur ka ardhë, karakteristik e këtij njeriu është që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë e ka nderuar, shumë e ka respektuar, tregohet që e ka prit me ndere,
e ka ullë pranë vetës, bile në disa transmetime thuhet që e ka hyp në hutbe nga të vetës, kur e ka prezantuar dhe kur ka tregu, domosdoshmë është personi vetëm tregohet, thuhet në disa transmetime që e ka marrë te hutbja në vet, domosdoshmë aty afër, edhe aty e ka ullë, madje kur e ka ullë thuhet që ja ka shtru teshën e vet, e ka hjek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe ja ka shtru në shaj respekti të këtij njeriu. Pra, para se me mu bë musliman, para se me e shpreh, domosdoshmë këto veprime i ka bërë. Dhe këtu është një urtësi që vërtet Islami kërkon që njerëzit m'ia udhëzojnë vendin që e meritojnë. A e ki parasysh, nëse një njeri ka një personalitet, ka një prejardhje, nuk duhet të nënversohet ose të nënçmohet, nuk prish punë nëse e nderon edhe respekton brenda niveleve. Kuptohet sikur që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj edhe ka bë dua për të, ka thonë Allahumma barik fi Wa'il wa waladihi wa waladi waladihi. Domthon ka thonë o Allah, bekoje Wa'ilin, fëmijët e tij edhe fëmijëve të fëmijëve të tij. Do thotë edhe nipat ka bë dua edhe për nipat e Wa'ilit. Kjo është do thotë një veçanti për Wa'ilin, pra me bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam direkt dua për ty, për familjen, do thotë për fëmijët edhe për nipat, është diçka më i veçantë, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e nderon rreth një kohë caktuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pranon Islamin, edhe mëson për Islamin, pastaj kthehet në familjen e vet për me bë davet, mi thirr edhe ata. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e cakton udhëhes të disa rajoneve të Hadramautit, edhe aty qëndron gjatë kohës, edhe prej zhvillimeve që mund t'i përmenim në lidhje me Wa'ilin janë, me thonë, 2 apo 3 gjëra. E para është se, edhe kjo është interesant, kur i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur fol me ta, se është prej familjes mbretërore, edhe ai i ankohet. Thotë, o i dërguari i Zotit, thotë, ma kanë marrë pushtetin. Ky faktikisht familja e tij e ka pas mbretërin, po si duket atje tash nuk ka ndonjë transmetim ose specifikim çka ka ndodhur, po e kanë larguar prej pushtetit, e ka marrë dikush tjetër. A e keni parasysh? Do thotë nuk e kanë lënë me vazhdu çat trashëgimi. Edhe tash e ki parasysh ju ka anku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ma kanë bë kët, se e ka konsideruar si një lloj padrejtësie, apo. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka i thot? Thot apo do me dhon diçka që është shumë më e mirë se ajo, që të vynë ty në këtë dynjë dhe në botën tjetër. Në me ka njëri musliman, vallahi nuk krahasohet me mbretëritë e kësaj dynjaje. Pse? Për arsye se e keni dëgjuar hadithin që e kanë shpjeguar xhallarët në rrethana në situata ndryshme, tash mos mund dal, vetëm po duam me aludu te hadithi kur kush është personi i fundit që ka më hyrë në xhenet. Domthonjë që ka më qenë në shkallën më të ulët në xhenet. Kush është ai? Çka ka më pas, sa ka më qenë pasuria e tij? Sa krejt dynjaja edhe 10 fish më shumë. Domthonjë që kjo personi që mas pakti, domthonjë në shkallën më të ulët që ka më qenë në xhenet. Ç't pozit ka me pas tash. Krahasoje me një mbretëri ose me një pushtet apo me një fuqi që ka mundesh me pas në këtë dynja, me pasurinë edhe pushtetin edhe begatin që Allahu i Madhëshëm ka m'ia dhënë xhenetlive në përgjithësi. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me të drejtë, pra nuk ka dyshim e ka ngushtuar që ato sene do thot pushtetit kalënet e merre e uzurpon domethënë janë gjëra kalimtare e rëndësishme është që te Zoti me kon i pranum edhe me kom prej xhenetlive, nëse bash prej tyne atëre e fiton shumë ma shumë se ajo që ke hup në këtë dynja. Kjo është e para. E dyta, që është interesante, është se ngjarjen e Muavijes, kështu do thot përmendet, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur kthehet, kur do të më kthy ky në Yemen, në Hadramaut, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e shoqëron me të Muawiya ibn Sufjanin. Muawiya ibn Sufjani ka qenë një djalësh i ri në atë kohë, i ri ka qenë, s'ka qenë mosh, edhe ka qenë një djalë, edhe pse mas sa viteve çka ka më bë halife muslimanëve, mbreti muslimanëve, udhëhesi muslimanëve, apo mas Aliut edhe Hasanit që ndodhen ato ngjarje ka bë halife, apo e keni pa. E çka Muawiya në këtë kohë ka pas e ka pranuar Islamin para babës vetë, kemi përmend për të, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë merre me veti atje për m'ia mësu Islamin edhe me shoqëru për atje. Edhe kur nisen,
Muavija s'ka pas deve. Ky ka pas deve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka pas mundësi tash m'ia dhon Muavis për me pas deve dhe ai me shku mrapa. Edhe kur nisen, ky niset me deve, ky niset në kam. Edhe tash kur shkojnë, kur e bojnë një rrugë, i thot Muavija këtij Wailit, thot aty pe dhonë nalt se jam lodh. Edhe ky Waili, edhe pse kishte pranuar Islamin, hala ai në atë farë qysh me thonë egoizmin se është do thot ka thonë të kisha lanë mu ullë, po nuk pëlqehet që ti mu ullë me mbretin në një deve, do thot s'është e logjikshme me ndodha ajo, do mund qysh ti mu ullë bashkë me mas mbretit do thot në deve, do mund diçka që zbën me ndodhë kjo, faktikisht ende ajo barazia në Islam i ri, edhe kështu ju ka përgjigj. Ka thonë ani s'pako, ami ato këpucat që ai ki, ti veshi se zalli është shumë i nxehtë, e të mijat më kanë dëmtu. Edhe i ka thonë kjo edhe ma kes qysh ti mi vesh do thot këpucat e mbretit. Edhe s'ja ka thonë edhe ato. Po ka thonë merre ka thonë edhe hyn hijen e deves edhe ec masijes deves. Ka thonë çapo vyn kjo kjo domthon nuk të mbron kurrë prej asaj që ka polipun e më mbrojt. Sidoqoftë kjo është ngjarja që përmendet. Edhe pas kësaj, masi që të bëhet halife Muavija, edhe ky qëndron në Hadramaut një kohë caktuar, rrin atje jeta, domthon disa vite mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, 50 vite, domthon mas hijretin, vitin kur ka ardhur Muavija, vjen Wail me një delegacion prej Hadramautit për me diskutu një çështje me halifen, tash me udhëheqësin e muslimanëve. Edhe kur vjen takohet Muavija tash i kujtohet, për arsye se e njeh, mirë po e respekton shumë, e afron, e merr nga veti, e respekton edhe ja përmend, thot, atë kujtohet çka na ka ndodhur mua e ty. Edhe Waili thot tek kisha ditë atëherë që kime marrë këtë pozitë, nuk kisha po ashtu. Sidoqoftë, e nderon, e respekton edhe thuhet që i jep dhurata, për arsye se kjo ka qenë ajo, mirë po Waili nuk pranon, thot jepi atij që ka nevojë më shumë, edhe nuk i merr, edhe kjo ngjarje përmendet për të, dhe urësia nga kjo është që vërtet gjendja e njerëzve ndryshon. Prandaj nuk duhet njeriu me nënçmu edhe me nënvlerësu askanin në bazë të pozitës apo situatës apo rrethanës që gjendet, me thonë kush je ti apo çapo do ti, për arsye se ngritja edhe ulja e njerëzve domthon janë në dorë të Zotit, ashtu siç e përmenda pak më herët, yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allahu ku ndon e ngrit edhe ku ndon e ul. Dhe këto do thotë rrethanat sprovës të njerëzit në përgjithësi, edhe kështu duhet trajtu kjo, kështu duhet trajtu. Pra këto janë disa ngjarje në lidhje me këtë Wail ibn Hujr. Delegacioni tjetër i radhës është delegacioni i Thaqifit. Kjo është pak ma delikate, me thonë kushtimisht. Thaqifi pe dini kush janë? Banorët e Taifit. Banu Thaqif është fisi që ka banu në Taif. Është fisi që faktikisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mas shumti është ballavaçu me telashe. Me thonë valla që ato afër sikurse me mushrikët e Mekës. Për arsye se ata janë që e kanë nënçmu, e kanë gjujt me gur, pastaj edhe në betejën e Hunenit, pastaj në rrethimin e Taifit, o shku do thotë e ka rrethu, pastaj i ka lut, kanë insistu, ka kërku me bë marrëveshje me ta, kanë refuzu, derisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë po tërhiqemi edhe po kthehemi, prap kanë insistu sahabët me qëndru, po nuk kanë arrit me thy rrethimin, edhe çka janë kthy, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që ata do të vinë tek ne. E çka ka ndodhur me ta? Me ta ka ndodhur një ngjarje interesante. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e tash po e përmendim, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është kthy pe rrethimit Taifit, kur s'kan arrit me thy shtetërrethim atë rrethimin e Kalas, edhe kanë filluar mu kthy, gjatë kthimit një prej udhëhesve më eminent të Thaqifit, që ka qenë Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi del prej Taifit edhe nxiton te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe e takon, është prej Paris kryesore, do thotë një prej njerëzve më eminent të Taifit. E takon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe e pranon Islamin. Domthon masi që o tërheq pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke shku për Medinë, vjen edhe thotë që bëhet musliman.
Edhe Urwa ibn Mesud Thaqafi i ka disa ngjarje. Tash vetëm po du më i kthy ku e kena përmend, për arsye se është e rëndësishme edhe një herë me përmend atë sekuencë. Ajo është se në marrëveshjen në Hudejbije, kur kanë dashur me hy edhe ende pa u fillu ajo marrëveshja, e dini që muslimanë kanë qu delegacione tek mushrikët, edhe mushrikët kanë qu delegacione para se me ardhë Suheli edhe me bë marrëveshjen, apo? Prej njerëzve që kanë ardhur nga ana e mushrikëve të Mekës ka qenë edhe Urwa ibn Mesud Thaqafi, edhe ka biseduar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se Urwa në atë kohë ka qellu prej Taifit me kanë në Mekë për punë, do thotë për punë që i ka pas në Mekë, edhe kur e ka pa këtë farë situatet e mushrikëve të Mekës, Kurejshitëve dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Kurejshit, ju po më njihni kush jam unë. Ka qenë i respektuar i fisit, kanë pas respekt ndërsjellë Thaqifi edhe Kurejshitët, kanë pas një lloj garimin mes vete, megjithatë kanë pas një farë autoriteti që kanë respektuar njëri tjetrin. Edhe ky ka thonë, "Lëmni mua, unë të shkoj të flas në emrin e juve." Unë po shkoj po flas edhe këta ja kanë leju. Edhe këtu vrehet se çfarë shkallë ka pas Urweja te fisi vet edhe te Kurejshitët. Edhe kur shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ai që e këshillon prej perspektivës tij si mushrik edhe aspektet shoqërore që i kanë pas në atë kohë, që qysh po don me luftu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë qysh po don me luftu fisin tën, kur nëse ti e arrin edhe i vran ata, atëherë nuk është që ke bë diçka. Tash e keni parasysh për perspektivës së fisit. Nëse ata vinë me të luftu ty, atëherë unë nuk peshoh, ata janë shumë të fortë nërmje veti, me një fjalë mushrikët e Mekës, për arsye se është fis që kanë tradit, nëse vi edhe po e shoh, do thotë mesin e ju, nuk ka diçka që ju lidh juve. Me një fjalë, kur i ka pa musliman, çka ka pa? Ka pa disa ensar, disa muhaxhir, disa njerëz që individ, do thotë fiseve ndryshme që kanë ardhur, edhe pse kanë qenë sa 1200, apo 1400, megjithatë nuk është që kanë pas ndonjë lidhje përveç Islamit. Apo Islami është që i ka lidh ata. Po si pas perspektivës ti, nuk ja ka marrë mendja që është diçka ndonjë lidhje kjo që mundet mi majtë të fortë në mes veti, sikurse që janë mushrikët. Prandaj edhe këtu ju kujtohet e nervozon Ebu Bekrin nga kjo çështje, edhe ja thot një fjalë tron, një fjalë jo të jeshme që si kemi përmend atëherë, për shkak të thotë që kësaj qasje që i ka bë Urwa ibn Mesud. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e këshillon, edhe ai në fund tërhiqet edhe shkon edhe pra nuk bëhet ndonjë marrëveshje nga kjo. Po pse po e përmendni këtë ngjarje është se masi që o kthyte me Kasit, kjo është do të thonë me çka njihet Urwa ibn Mesudi, kur i përshkruan sahabët thot për Zotin, thot nuk kum pa njerëz që e respekt, thot jam shku te Kisraja, te Romak, do thot te perandori Cezari, për arsye se ka qenë një njeri i dalën ai, nuk ka qenë një njeri që njeri që ka shetit vendet e ndryshme, thot kum shetit në krejt vendet, po s'kum pa njeri që e respektojnë udhëhesin e tyre ma shumë se këta njerëz Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është fjala e sahabët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e kanë lënë me prek, do thot edhe durt kur i ka la, do thot kur ka marrë abdes atë ai uji që ka ra, thot ja kanë mbledh. E kanë marrë për bereqet. Pra, i ka vrejt ato veprime që vërtet o ma gjeps nga ky respekt që kanë manifestu sahabët. Pra arsye se sahabët vetë nuk i kanë përmend këtë sene. Pra arsye se kjo ka qenë natyrshmëri. A i ki parasysh natyrshmëri, kjo respekti. Mirë, po dikush i jashtit, kur e ka pa këtë qasje dhe këtë formë, aq është ma gjeps edhe kështu e ka përshkru. Edhe kjo është ajo veçantia pse përmendet Urweja në këtë hadith, pra si një njeri që jashtë sahab, para se me pranu Islamin, që që përshkruan respektin që kanë tregu sahabët ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, edhe ndoshta mundet me qenë edhe kjo shkaku i pranimit Islamit, pastaj del edhe pranon Islamin, pra në rrugë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kërkon thot, po kthehna te fisi jam. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot mos u kthe. Për arsye se nëse kthehet, fisi nuk të lën rahat. Për arsye se vërtet kanë pas një farë inati ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe muslimanëve që ndoshta në këtë rrethon e kanë tejkaluar edhe inatin e mushrikëve.
Mirë po, ky Urweja thot, o i dërguari i Zotit, thot, ata kanë shumë respekt ndaj meje. Madje thot, e mdojnë mu ma shumë se vajzat në shtëpitë e tyre. Do thot, vajzat, fëmijët e tyre të vegjël në shtëpiat e tyre respektojnë ma shumë se ato. Prandaj ka qenë i bindur që çfarë do që t'ju thot ky, ata do ta pasojnë. Edhe ky kthehet, edhe kur kthehet ata e presin liderin e tyre, është kthy edhe nderojnë, edhe ky thotë që unë e kam pranuar Islamin. Edhe me njëherë rebelohen, edhe e refuzojnë, edhe fillojnë me shajt, me ofendu, mirë, po ky thotë se nuk ka zgjidhje tjetër vetëm se mu kthy te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe me pranu Islamin. Mirë, po ata ishin të idhrum shumë, refuzojnë kategorik edhe e zën nata dhe flanç ashtu, do thotë me çat urrëti edhe me çat refuzim. Edhe në mëngjes kur quhen, para se mu ky quhet me fal sabahun. Urweja, se o bo musliman, edhe hyp në shtëpinë e tij, do thot përmi kulm, do thot përmi aty kanë pas zakonisht kanë pas kulme, kanë pas do thot vende ku kanë ndajt, edhe e thirr ezanin për sabah. Kur e thirr ezanin për sabah, atyre ju vjen inati fisit vet, edhe dikush e gjun me shigjet edhe rrok edhe plagos. Pra në çat far terri, edhe shkojnë fisi vet. Edhe pse kanë kundërshtu, e marrin, fillojnë me shëru, por nuk shërohet, edhe i thonë çka me bë me gjakun që e marrëm, do thot për shkak të hakmarrjes, kush ka myt, edhe i thot nuk du kur gjë. Edhe kjo është do thot një sen që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka paralajmëruar, edhe është shahid, do të bi në rrugë Zotit, edhe ka thonë që jam i pajtu me këtë, vetëm ka kërku, thot, kur të më varrosti, keni me më varrosti e varrezat e muslimanëve, aty që janë jashtë Taifit, aty që janë vëra ata muslimanë që kanë marrë pjesë në shtetërrethim, apo në rrethimin e Taifit, aty do të ata me më varros. Këtë e kërkon dhe atje e varrosin, edhe kështu ndodh me Urwe ibn Zubair Thaqafi. E tash, mas kësaj, kalon një kohë, edhe Thaqifi ishte në këtë inatë, dhe në këtë refuzim vazhdojnë, nuk din që ka me ba deri në vitin e 9 hijrit në muajin Ramazan. Në muajin Ramazan bëhet komplet paria e fisit. Do ata më të mëdhejt e fisit bëhen edhe vinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me negociu, jo për me pranu Islamin, për me negociu edhe për me hy në marrëveshje. Edhe kur fillojnë me ardh, futën në Medinë Mughira ibn Shu'ba. Edhe ky ishte prej Mughira ibn Shu'ba, është prej sahabëve që ka pranuar Islamin, po si fis ka qenë prej Thaqifit. Domthonë prej Taifit, ka ngjarje kemi përmend, po ndoshta e keni harruar me të që ka ndodhur, po sidoqoftë Mughira kur dëgjon që fisi vet po vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me pranu Islamin, se ashtu e kanë kuptuar ata, edhe nxiton tash për me ardh, mi marr mysh dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur futet në xhami e takon Ebu Bekrin. Edhe Ebu Bekri thot çka ka? Thot çështu po vjen fisi Thaqif, fisi jam, edhe po du mi marr mysh dhe edhe i thot Ebu Bekri thot për Zotin, lema mu unë t'ja dha çet mysh dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe Mughira ibn Shu'ba kishte respekt ndaj Ebu Bekrit për shkak të pozitës edhe çfarë thot urdhra, edhe shkon Ebu Bekri dhe ja merr myshdhen, vetëm nga dëshira e ka ditë që ka më gëzu shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për arsye se një fis që deri në ato momente ka qenë armisia ka qenë kulm, edhe në një moment po vinë me bë marrëveshje ose me pranu Islamin, ka qenë një lajm shumë i jashtëzakonshëm. Edhe për çata edhe kishte dëshirë Ebu Bekri me ja dhon lajmin edhe me gëzu. Mirë, kur vinë Ebu Bekri ju del përpara, i pret edhe fillon tash m'ia kallëzu disa, me thon kushtimisht protokolle, që kur e takojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si me përshëndet, si me usjell me të, mos me ngrit zanin. E keni parasysh që janë disa gjana Ebu Bekri ka ba me qëllim që mi përgadit ata që mos me bën në një veprim që e ul vlerën edhe rëndësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në shoqëri. Edhe i mëson këto mirë, po ata ishin shumë armiqësor. Edhe asnjën nga mësimet e Ebu Bekrit nuk pranojnë. Domthonë nuk e përshëndesin me selam, e përshëndesin me përshëndetje xahilietit që i kanë pas atëherë, nuk e thirrin me pejgamber të Zotit, Rasulullah, po e thirrin me emër o Muhammed. E kështu që domthonë e thejnë atë këtë ato rekomandimet e Ebu Bekrit nuk pranojnë. Megjithatë, prap po them,
pejgamberi sallallahu alajhi wasallam asgjë nga kjo nuk I ka pa përshtypje. Edhe nuk është që është hidhru ose ka kërku prej tyje, as se si I ka lanë, do thotë secili në zgjedhjen e vet çu po sillet. Po I ka respektuar shumë, sa që thuhet në xhaminë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka ngrit një tendë. Edhe aty janë vendosur edhe aty kanë nejt. Do thotë edhe pse mushrik ende pa e pranuar Islamin, aty ka lënë me nejt për dy arsye. E para, në shenjë respekti, e dyta për me pa jetën e muslimanëve gjatë ditës ose gjatë natës. Çka bëjnë musliman? Edhe me pa një farë yrniku, një farë modeli, edhe me e kuptu se në çka thirr Islami, apo? Edhe për që ata I vendos në atë vend. Edhe kështu rrinë ata aty, dhe thuhet që ata qëndrojnë 10 ditë ose 15 ditë. Mirë, po kanë qenë shumë arrogant, armiqësor, edhe insistues që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me bë marrëveshje me të pa e pranuar ata Islamin. Mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk pranon, edhe fillojnë tash me kërku lejime. Edhe gjëja e parë që kërkojnë prej tyne, thonë prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thonë e para, thot kamata. Thot këtë punën që ka bëjmë na në Thaqif, në Taif, është do thotë që miru me kamat. Tash me nanol kamatën, s'ka kur gjuna, qa me bo? Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, ja u lexon ajetin ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharum ya ayyuhalladhina taqu wa dharum ma baqiya min ar-riba. Që Allah I madhërisht thot o ju që keni besuar, keni frikë Allahun edhe lëni kamatën, që ka mbet nga kamata. E thot qysh me jetuna, thot walakum ru'usu amwalikum. Domethënë ju e keni atë kapitalin e pasurisë. Për shembull nëse I ke dhënë 10.000 euro borx, edhe kemi marr 12.000, tash kemi marr 12.000, po I kthen 10.000, edhe me çato bosh razi, domethënë nuk kërkon shtesën. Ç'kjo domethënë mënyra qysh mu çliru prej kamatës. Edhe thot që kjo është diçka që s'ka këtu lëshim. Pastaj e bën kërkesën e dytë. Cila është kërkesa e dytë? Thonë zinan me na leju. Thot na jem njerëz që dalim shumë në për udhime, kem nevojë për zina, pa zina smujm, e kështu do më insistim, po edhe këtë Allah pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja u lexon ajetin wala taqrabu zina, mos ju afroni zinas, edhe kjo është diçka thot shumë e thelbësore, domthon kjo është diçka që s'ka kur far mundësi me lëshu pe. Pastaj kërkojnë tretën, cila është e treta? Alkooli. Për arsye se e dim tek arab, posaçërisht tek kurejshitët te ka qenë shumë I prap, ka thonë te na koha e ftohtë, domthon patjetër duhet me pi, arsyetimet që zakonisht I kanë njerëzit, rrethanat se kanë jeta atyre ka qenë lartësia mbitetare në Taif është më e lartë, koha është pak më e ftohtë, posaçërisht gjatë dimrit, edhe kanë thonë që pak të smuj me jetu bile. Mirë, po edhe këtë Allah I madhërisht tregon që inamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan, që alkooli, shigjetat për fall, dhe rijsun inamal khamru wal maisir wal ansab, shigjetat për fall, pastaj idhujtari, domethënë idhujt janë do thotë prej veprave të shejtanit, largoni prej tyre. Kërkon Allah I madhërisht, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkon që edhe nga kjo me heq dorë, edhe tash ulet dhe kuvendoj me vetë, thotë këto janë gjëra që as na smujna me heq dorë, po as populli kos na ngon. Edhe pse jemi në Paris na ngojnë. Mirë, po njëri prej tyre, që ishte pak më I logjikshëm, thotë çfarë thotë? Sa populli, sa fisi janë kon para neve, që këti kanë pas që to adete, po I kanë lënë, po çe jeta. Edhe tregon shembullin e ensarëve, shembullin e muhaxhirëve, që faktikisht po I shohin që po jetojnë edhe kur gjus I ka gjetë. A I ki parasysh ka jere njeri I do këtë diçka që pa të smunët me jetu, thot që. Pra një far përshtypje që mundesh me lanë, vetëm varet prej besimit tanë. Prandaj fillojnë edhe këtu me u bind, po me një lloj hezitimi, kadale, pastaj kërkojnë të katërtën, thojnë e çka me pa me idhuj. E kena pra Thaqifi ka pas një idhull që ka qenë Ellat. Lati ka qenë idhulli I dytë ma I shajti tek arabët në përgjithësi, e ka pas vendin në Taif. Edhe ka thonë qa mi ba ti? Ka thonë do të me shkatru. Thot na smujna me shkatru. E thot këtë na e shkatrojmë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. S'kini nevojë ju me shkatru, na e shkatrojmë. Edhe thonë bile lena një 2 vjet, 3 vjet, që mos me shkatru, jo, thot, s'ka mundësi. 2 vjet, 1 vjet, 1 muj,
thot kjo gjatë moment që bani musliman, kjo do të më shkatru. S'ka mu edhe idhuj edhe Zotin. Domthon monoteizmi është do thot ajo thelbi i Islamit. Derisa pranojnë që me shkatru dikush tjetër jo ata vetë. Edhe kështu pranojnë sende tjera, për namazin diskutojnë gjithashtu për, domthon kërkojnë një herë ma pak namaze me fal, mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon edhe thonë që smujna me bë rukun, domthon disa pretendime që edhe sot i shohim disa njerëz qysh mu ul, qysh me bë sejdën, diçka, edhe këta kanë thonë ashtu që smujna mu krys, smujna me edhe për abdes kanë bishnu, qysh me marr abdes të naftohte, qështu domthon pretendime, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto diskutime janë 10 ditë ose 15 ditë. Domthon biseda, daveti, qasja derisa të binden, edhe derisa kanë pranu edhe ka ardhur tek puna e zeqatit edhe xhihadit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këto dy sene ka hesht, ka thonë rregull. Domthon nuk i ka obligu çaty për çaty. Zeqatin edhe xhihadin. Edhe ka thonë ma vonë se yatasaddaquna wa yujahaduna idha aslamu. Domthon kur të bëhen musliman edhe kur të futet besimin në zemrat e tyre, pastaj kanë mi marr edhe këto dy gjanat. Për arsye se dhe ky trajtim është i rëndësishëm me pas parasysh për shkak se mundet me pas keq kuptim të lëshimi pe edhe çka do të me leju apo çka mundesh me bë, trajtimi i ulemave është se në fakt zekati nuk obligohet çaty për çaty, apo kur obligohet mas një viti. Kështu që është një farë, me thonë një farë hapësire që deri sot bindet edhe të beson, kështu që nuk i obligum çaty për çaty me shtim me dhon zekatin, apo edhe xhihadi nuk është një vepër që është kërkuar në çat moment. Pra është diçka që mundet me ardhur në të ardhmen, mbrojtja e Islamit, mbrojtja e vendit, domthon fes, edhe kjo është diçka që vjen të ban, do thot mas një kohe. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ju ka dhënë zor që me thon detyrimisht tash me bë, apo për shkak të afatizimit që ato vinë pastaj. Edhe kështu ka ndodhur në fakt, edhe masi që kanë pranuar Islamin, pastaj nuk është vërejt prej tyre ndonjë refuzim në as në fillim, as në fund, as kurrë. Dhe kështu këta e pranojnë Islamin edhe kthehen tek familjet e tyre me hezitim, në fillim nuk guxojnë edhe këta me shpreh këtë Islam kadale edhe fillojnë me e pranu edhe me u jetësu, edhe mas një kohe caktum e dërgon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Mughira ibn Shu'ba edhe Ebu Sufjanin për me shkatru latin. Edhe kur shkojnë këta dy, Ebu Sufjani pedini kush është, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qëllimisht e ka zgjedhur Ebu Sufjanin për shkak se ka pas respekt te Taifi. Domthon udhëhesi i Mekasve, i udhëtarëve të Mekës, po në anën tjetër Mughira ibn Shu'ba ka qenë prej tyre. E ka pranuar Islamin më herët, edhe ky ka qenë i njohur, jo një njeri që i panjohur. Edhe kur afrohen, edhe kjo transmetohet edhe me këtë po e përfundojmë një ngjarje, Mughira ka qenë më i ri, edhe ka qenë pak natyrën e tij që shtojnë të na pak ma shakaxhi, do thot, ka pas qef me nguce, me pa hajgare, edhe i ka thonë Ebu Sufjanit, thot, çka ta marr mendja kur shkojmë aty ngucim pak. Edhe Ebu Sufjani thot, bë çka duhet, fisi jot është, edhe këtij si ka, edhe kur kanë shku aty, e ka marr thuhet atë kazma, domethënë mi'wal, për mi mshu edhe me prish latin, edhe kur e ka rrok për herë të parë, orzu qëllimisht. Për shkak se njerëzit janë mbledh edhe e keni parasysh bindja edhe besimi i tyre në latin ka qenë që ky është do thot një zot që mundet me bë dëm, me bë dobi, janë mbledh njerëz, graë, pleqe, fëmijë, tu çajte, tu kçyr se çka ka mu bë tash, edhe ky në çat situatë e merr kur e gjun ata dhe fillon me shkatru, rrëzohet qëllimisht. Edhe kishe i ka rot fikt ose ka ndodh, edhe fillojnë ata me bërtit, çka ka ndodh, çe sene, i lën pak një kohë dhe qohet pastaj edhe fillojnë mi përqesh, me thonë që e kisha hajgare, po mendoni që ke mundet mi u bë diçka apo jo, edhe njëri prej tyre ai thuhet ai që ka qenë përgjesi atij vendi, ka thonë haj se të kallzoj kur shkon ma fell. Edhe thot po ju betona që derisa ku me prish deri në fund s'ku më nal. Edhe ashtu vepron, edhe shkatron, edhe nuk mbetet nga lati kur gjë hiç. Edhe kjo është ajo ngjarja, thuhet që aty ka pas pasuri,
që njerëzit kanë lanë. E keni parasysh në për tempuj, në për vend të tërshme, njerëzit lanë kur ka ndonjë vështërsi sene, nga ajo është lanë një pasuri e madhe, e atë pasuri thuhet që pejgamberi sallallahu kur ja kanë dërgu, e ka lanë për dobit muslimanëve, do thotë në thesarin e shtetit, thesarin e muslimanëve, dhe është shfrytzu për nevoja të ndryshme, edhe kështu përfundon edhe një kapitull me Benu Thaqifin, Taif, inshallah javën e ardhshme na kanë mbetë edhe disa fise, shpresojmë ta përmbyllim ngjarjen e vitit të delegacioneve, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah i shpërbleft.